Fermerët që shesin prodhimet e tyre bujqësore tek grumbulluesit, përpunuesit apo agroturizmet e certifikuara, duhet të nisin grumbullimin e autofaturave në mënyrë që të përfitojnë kompensimin e 10% nga skema e re të TVSH-s, e cila synon të mbulojë pjesërisht TVSH-n që fermerët kanë paguar për inputet bujqësore si plera kimik, fara dhe fidan. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla, gjatë një takimi në Elbasan me fermerët, bëri thirrje për grumbullimin e autofaturave me qëllim përfitimin e kompensimit. Sektori po mbështetet me një paketë të plot, pjesë e cilës është edhe skema e re për kompensimin për fermerin. Kjo do të thotë që fermerët që shesin prodhimet e tyre bujqësore tek grumbulluesi, përpunuesi e agroturizmi do të kompensohen në masën 10% të vlerës së faturës. Kjo faturë do të lëshohet nga blerësi i produkteve të tyre dhe ju i grumbulloni këto fatura dhe i dorëzoni në tatime çdo 6 muaj, ku shteti ju kthen 10% të vlerës së faturës direkte në llogarinë tuaj bankare. Ky është një mekanizëm i ri për ne, por që aplikohet në vendet e BE-s dhe do të forcojë formalizimin me qëllim përfitimin e fondeve për për modernizimin e sektorit bujqësor. Kjo është shkalla më e lartë e kompensimit që ofrohet në vendet e rajonit. Qeveria shqiptare ka vënë në fokus fermerin në disa dimensione. Nga tatimet u sqarua më herët se parashikohet që fermerët vitin e ardhshëm të dorëzojnë kërkesën përmes platformës e-Albania dhe të konfirmojnë online çdo autofaturë të lëshuar në emrin e tyre. Pas verifikimit, shuma e kompensimit do të derdhet direkt në llogarinë bankare të fermerit brenda 30 ditëve.